Emiratet e Bashkuara Arabe I kanë dorëzuar autoriteteve irlandeze kreun e dyshuar të një bande kriminale irlandeze, Daniel Kinahan, I njohur edhe si El Chapo irlandez. Kinahan u arrestuar në Dubai në muajin prill, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë cilësuar si një nga 3 udhëheqësit e grupit të krimit të organizuar Kinahan. Autoritetet amerikane ofruan një shpërblim për rreth $5 milion për arrestimin e tyre në vitin 2022. Me njëherë pas ekstradimit drejt Irlandës, ai doli para gjykatës në Dublin. 49 vjeçari nuk kishte përfaqësues ligjor para gjyqtarëve, ndërsa këtyre të fundit ai u përgjigj me ironi, duke thënë se nuk kishte kohë të gjente avokat. Nëse do të kem kohë do ta gjej, ai u tha gjyqtarëve, teksa u shfaq në bankën e të akuzuarve me një bluzë të zezë me kapuç, ndërsa her pas here pinte ujë. Ai u ngrit në këmbë disa herë, me duart e prangosura, kur gjyqtarët I drejtoheshin me pyetje, autoritetet e drejtësisë në Dublin caktuan ndaj tij masën e paraburgimit deri më 5 tetor. Sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit të Mbretërisë së Bashkuar, karteli Kinahan ka qenë I përfshirë për më shumë se 2 dekada në trafikimin e sasive të mëdha të drogës dhe armëve në vende të ndryshme të botës.